Gëzimi për riardhjen e Donald Trump në shtëpinë e bardhë, më shumë shpërtheu në shtëpinë e demokratëve në Shqipëri, sesa nga vetë votuesit amerikan. Shpresa rilindi për krerët dhe antarësinë e PD-s, duke krijuar skenar në kokat e trashura nga logjika se rilindja e Ramës do të binte nga goditja e Bjondit tej Atlantikut, që sipas tyre e kishte Ramën në listën e tij për ta ngrënë si një kafshat mëngjesi. Me këtë iluzion tentuan të krijojnë frymë tek demokratët e zhgënjur në pafundësi nga humbja të radhazi dhe qëndrimit në vend numëro të stoikëve në krye të PD-s. Për një moment menduan se aleatët do të zbarkonin në Shqipëri për të përmbysur Ramaduron, kur SBA rrëmbeu në Venezuelë presidentin Nicolas Maduro. Në një kohë disi të largët risollën nën halucinacione ngjarjet me hedhjen e ndonjë diversanti në malet e Shqipërisë në vitet 50-60, me qëllim për mbyshjen e sistemit komunist, por që të gjithë kapeshin nga sypet rritët e popullit, me traktoristin Ibrahim apo brigadierin Lenka me njësitin e fshatit. Edhe ky variant ra. Kur prisnin helikopterët Delta në Surel, në aeroportin e Rinasit mbërriti me Deltat e saj Ivanka Trump, por interes tërësisht personal në biznesin e ndërtimeve në ishullin e Sazanit dhe Zvërnec. U prit nga Ramaduro me ndërime, ndërsa ai i vendosi në pëllëm të dorës gjithçka i shihte syri në Bregdetin e Jugut. Opozita nuk bëri zë, as për interes publik në faljen e pronave publike, vetëm se ajo ishte bija e Trump, njeriut që dorëzoi Ramën. Narrativa se Rama do të bjerë nga ftohja që ka me SBA-t ngrihet e bie sërish, her pas here. Euforia deri në ekstaze drejtuesve të partisë më të madhe opozitare digjet po nga molotovët e saj. Gjithnjë me syt nga Bjondi i fuqishëm, që edhe kur përmend ndonjëherë Shqipërinë e ngatron me Armeninë, demokratët nuk po arrin të kuptojnë thelbin e sjelljes së vendeve të mëdha me shtet fshatra si Shqipëria. PD ka humbur edhe kujtesën. Në vitin 1991, James Baker vizitoi Shqipërinë, ku me dhjetra mijëra shqiptar të egzaltuar pritën sekretarin amerikan të shtetit, duke e parë si shpëtimtarin e tyre, pa e kuptuar se regjimin e kishin rrëzuar vetë ata. 35 vite më pas, i vetmi në podium në atë kohë është edhe në ditët e sotme, po me syt nga SBA, ndonse është më i ndërgjegjshmi ndër të gjithë se Bjondi i tanishëm dhe i thinjuri i mëparshëm që ndruan vendet në shtëpinë e bardhë kanë të njëjtën sjellje me Shqipërinë. PD-ja nga e njëjta sjellje pret rezultate të ndryshme, dhe kjo, siç e ka thënë Einsteini, është budallallëk.